Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Sonte do të diskutojmë sigurisht për protestën, se ajo është që ka marrë gjithë vëmendjen, jo vetëm në Shqipëri, po tash edhe bota sa u bë zvërneci më i rëndësishëm se kanali Hormuzit që i ka vënë paralizë gjithë ekonominë botërore. Si ndodhi, pse ndodhi? A ka disa skenar këtu? A kanë drejt njerëzit të protestojnë? A është protesta një ushtrim në demokraci dhe një drejt themelore në një shtet demokratik dhe s'drejtës? A jemi në shtet demokratik dhe shtet i s'drejtës? Kemi ndërtuar në institucione të tilla akoma? Do të diskutoj sonte me mikun tim, me njeriu që ka kaq vjet në politikë dhe që ka bërë analiza politike para 90-s, pasi ne njihemi para 90-s, dhe njeriu të cilit i mungon lezeti parlamentit pa dashehin. Dashit mirë se ka ardhur. Pa, mirë se u gjetëm. Dashit tash ta të them këtë sinqerisht sepse e thonë gjithë, i ka hik dashi për parlamentin, s'ka mo lezet parlamentit. Po ja, më çaj. Parlamenti ka plot aty, dash. Ka plot, po domthon njerëz me common sense edhe me atë përfaqësim Këto janë rregullat e lojës. Po. Garum, humëm, në të mi, unë gjithsesi, sa kam fuqi, do të bëj pjesën time si njeri publik. Shumë bukur, dash. Jo edhe politik, ato ide që do i thojsh atje, ja po viti them ke ty, ka i tjetëri, do më thonë, do mundohemi ta mbaj kontributin tim, sa është e mundur. Sigurisht që ato që janë atje brenda, kanë dhe i mundësi më tepër, atje kanë dhe i fuqi më tepër, po qenë zot, ta ushtrojnë atë pushtet që kanë, ty mbrojnë ato ide në qoftë se i kanë. Unë besoj që brenda parlamentit shqiptar ka akoma një rezervë, kuptoni, politike, edhe disa njerëz që kanë dinjitet politik, edhe rri me shpresën që mirë keq gjatë kësaj periudhe edhe në presionin e sheshit, si me thonë, protestës, do fillojnë dalin element që do kthejnë dorë, kur i thonë kështu popullor që shefa vetë do të krijojnë një politike, se këtu s'ka më politika, tek politika ka vite, po gjithsesi, ta thash, dorë i hapet një lloj dialektike, gjykoj unë. Pastaj kohë do na tregoj. Prunë e jotë kur the që unë vazhdoj kontributin tim, domethënë, shumë njerëz që kanë qenë me ty në 90-ën, që ndrejtën dy gishtat e na çan dhe rrasat që këto prunë demokracinë, prunë lirinë, se mos kishin qenë këto në kanë qenë edhe në postës, po përmeni me emra ti di shumë mirë, so e diti këtë pjesë ose dikush, dhe dalin nga funksioni, marrën atë postin ose atë antarin e parlamentit dhe zhdukën nuk nihen mo. Çfarë ndodh me këto dash? Çfarë ndodh me këto? Apo mushën xhepin këto e në hikën punë vetë? Ç'është puna asaj? Disa ka dhe nga këto që thotë. Jo, po pasioni, se ti e ke pasione, ke fol para 90-s, ke fol pas 90-s. Ka dhe gjë që njerëzit e ngatarrojnë. Ti jesh në pushtet, ti jesh qeveri, nuk do të thotë ti jesh në politikë. Janë dy gjëra krejt ndryshme. Politikë bëhet dhe në opozitë, politikë bëhet edhe jashtë opozitës ose pushtetit. Këto kanë qenë pushtet. Marro pushteti, marro më ti, që është të thjesht. Po pushtet ke qenë dhe ti më dash, pas ke maru. Pa, unë po më ndonë. Se edhe ti po deshe s'fol, se qa i hap të lash vete, se s'kene i profitim ka kjo punë. Po, më burë, unë po të them kanë qenë pushtet dhe në politikë. Pa. Pra ne më ka hik pushteti, më ka met politika. A i s'ka qenë, ka qenë vetë pushtet. Ka qenë emra, shumë sen. Më thot njënin që e njefti. Në i shok që i ka met mrapa, shpëti Moseku, më thote, i shoku i mi shkollës, nështë një vëti. Ore dash, thot, ti ka hika autobusi. I them unë, ky s'ka qenë fare në autobus. S'ka hika autobusi. S'ka qenë autobus, po mirë, të mone ke këto. Edhe kjo, është një nga këto. Plus që nuk është thënë që njerëzit gjithë jetën të merren në mënyrë profesionale. Jo, më është pasion, unë pse po merrem, ti pse merrem, ka qenë një moment. Ka pas njerëz që në 90-ën kanë kontribuar shumë sinqerisht. Edhe kanë bërë punën vet dhe biles kjo pjesa më e mirë.
Edhe kanë thënë të shi, ne tonë në bëmë, që erdhi pluralizmi, që ka ardhe i fargjeria, që ka ardhe i pak demokraci, se ja ku të kohë të regoj. Atje, ne për shikojmë punë tonë, familjen tonë, dikush ka hikë jashtë, dikush... Kjo është pjesa më e mirë e shoqërisë. Nuk e thonë se do merreshin gjithë pas asaj lëvizjes, gjithë me politikë. Jo, më dikush do të shkojë të bëjë biznesën vetë, dikush shkojë do të ndjekë pasionin vetë që mund të jetë akademia, bota shkencore. Jo, më edhe zgënjehen njerëzit, edhe lodhen, që ka shumë faktorë. Nuk është edhe na përbot. Shqipëri merren shumë me politika, se politika ka invadu çdo fushë të jetës Shqipëri, dhe pa politikë nuk zgjedhet kur gjë këtu, e pa miq politik. Ndërsa na përbot është një pjesë relativisht e vogël, pjesa tjetër shohim punën e vet. Edhe kontribojnë ke puna vet, kush ke biznesi, kush ke libri, kush ke muzika, kush ke kush ke bujqësia. Ne kemi hapësira të tilla dash apo? Ja, ma kemi trashëguar dhe keq përdor periudhën e lirisë. Edhe ti sot, për shembull ti, a e merr pronën ti? Ja. Pas patë miq? Ja, se kam marrë. Ja, pra. Nërsa a jetë në Francë, as janë gëtë njeri, as jemi s'ka nevojë për politikë. A e bën ti do të shoqe drejtore shkolle? Qofë se si i krau politikë, në piles nuk e basë mësuse, kam frikë. A i atje Belgjikë e bën, pra. Jo e në Belgjikë, po dhe këtu në Macedoni, rëtham që e bën, që se nga. A mund bësh biznes në Shqipëri, po s'pate miqë, politikë, se të vjena i të vend gjopë, të dhunën, edhe policia ati i zonës, s'le me dalë, maqinë. Nga se vje kjo, jemi veni vogël? Jemi veni vogël, po nga tradita e vjetër, e keqe, e pushtetit vjetër, që i dhënoj gjitha, e para punës, që kjo shoqëri s'ka dalë nga i mentalitet, ka qeverisit e korruptume, se janë të shtyrë, se po të kishim pasi gruq njerëz që t'i luminum, edhe na kishin të rekë, dal nga dal drejt Europës, dhe ishim në realitet tjetër. Nuk dhe ishim bë, as Danimark, as Austri. Kupto? Por dhe ishim një vend normal, dhe ishim paka shumë, që këto vëndet e Balkanit, që e kanë një minimum shteti, institucion. Mordash Maqedoni ndjehet shtetin, Malzi ndjehet shtetin, ka një autoritet. Po, ka ishte autoritet, janë ca gjëra që janë përcaktuar njëre mirë, si të thash prona, që ky dyqani, po i kam pas dhe me kohë, se nuk është punë sot, kupto? Atje reforma mbi tokën, është bën principe krejtjera, nuk është bën kjo rrëmuj që është tu. Tu a bën rrëmpa. Edhe do e pagush këtë shkë? Edhe. Ta thash, të gjitha këto bëjnë që politika e invadon çdo qelisë. Sa që ti fillon e mëson atë triun, që futu ke kjo organizat, futu se këtu të rregullojnë punë. Qim, zoti, mëso baba të qunin. Pa futu. Pa, futu i qiki, thot, mero i qika tje, sa ato të qojnë këtu, të qojnë atje, këptoti. Edhe kjo gjitha ka bërë që politika të shqit hy, mi po politika nuk është për këtë lloj kategorie, ne i varmi njerë. Gjithë botën, ta thash, meret një kategorie, ato tjerët e sponsorizojnë kategorinë e politikanëve, këtoti, pse që të bëhet një shtres profesionistës, po themi. Tu s'ndodh kjo punë, tu ndodh edhe gjëja tjetër, pastaj që këtu hy mentaliteti shqiptar. E ke pati që gjithë biznesmenë të Shqipërisë duhen bëjnë deputet. Se mas i kanë parat të shi, duhen bëjnë pushtetin. Se kjo është, nuk ndodh kështu në përbota, nuk është se s'ka biznesmenë në përbota parlament. Por ato biznesmenët që janë jashtë parlamentit, sponsorizojnë, financojnë partitë ndryshme, për të mbrojt interesat e veta, për të lobu, për ligjet ekonomike. Si që ndodhë gjithë botën. Tuke ne dunë të qenë vetë parmë. Da që se të shumë kom jetu edhe ti e njefë, edhe bota nuk është kaq ideale. Jo mërjon, dhe bota nuk është hiq ideale, mërti. Po bota që ka mbrit tu, ka kalu në për rrugë të gjatë. është në krisë, dhe bota, edhe politika botënore në kërë. Tjetër gjatë pasaj, se kush do fitoj, neoliberalizmi do fitoj, trumpizmi, sot që rrëmë me re, këpto, po e quj rrëmë, asë shkrujt mas në i loj filozofia, po ajo maga. Apo do vazhdojnë ku e dion ti grupet
binacionale, ta themi globalistët. A do fitoj si që thot Papa, si që thot që ka fitu botën, ka fitu marksizmi, sepse ka fitu botën materiale mbi botën shpirtërore. A ka fitu sot? Sot çdo gjë blehet me parë, shitet me parë. Pas ka fitu Marksi, jo ky Papa që sot, po ai që ishe Benedikti. Po, edhe ka një të vërtetë. Po, jo të vërtetë, ta bën në esencë, po, dhe me thëmë, po t'i hymë se kjo është rrugë pa fund, pasaj me diskutu që është filozofia. Ja, është një moment... Ta që të vim ke Shqipnia, jo në vogële. Pa, ke katoni janë. Unë me të shpjegu që edhe një dyqanë që është atje, e ndjen peshën e pushtetit. Se i vjena i elektrikot, i vjena i tatimeve, i vjena... Po, si... Po, dhe ky ka gjetë një kompromis me këto që janë sot. Të dy bashkë vjedhin shtetin. Dyqanë dhe inspektori. Mas falmo, një aty e krize. Po, pra, vjedhin shtetin. Ta shikur vjen puna për ke vota, edhe ky Dyqan Gjiu, ky i klubit, që mund tjetë po e zemje kraut opozitar kë, voton atë që është qeveri. Se ka frykë se i hikin to, 3 orë Kjo nuk nëtë botë, kjo nuk nëtë asë në Balkan. Kjo së nëtë në për botë, sepse... Ja, kjo nuk nëtë. Sepse ky Dyqan Gjiu mendon që edhe po të vinë këto tjerët, po e saj të vjedhën. Biles mund të kenë dorën më të rëndë. Që kanë qenë ato tjerët, për parë. Atëherë a i voto këto që ka, edhe se duket sikur po e banalizojme. Po mundohem, jo të bëj vulgare, po të bëj divulgative. Ta kuptoj dhe ai që është ignorant. Me kom tokë, po. Po, pra, edhe ky është mekanizmi që ka kap pushtetin. Në punësit që janë më lartë, ca marrin rrogën e mirë, ose ai sa i duhet, ca marrin përfitime tjera korruptive. Ky që është më poshtë, ta thash bashkë me Dyqan Gjiu, bashkë me biznesin, vjedhin dhe këto ka jetë, shteti bën sikur si shep. Pse? Se i duen për votë. I duen për votë. Edhe këtu ka rënë të shi shteti. Me këte shkatërun dhe pronën e me këte na duhet për votë, me lëvizje demografike. Po, a i që vjelle të marri cop tokë se na duhet për votë. Dikush ja dhatë që të pashu, pasaj dikush tjetër vjen ja legalizon, po për votë. Po për votë, e në dhe si gjihet i hatanë. Kështu që të shi edhe. Prandaj, këtu, të thash, shteti ka rënë. Këtu ka met pushteti. Ta shi pushtetin shumis në rase është abuziv, është korruptus, sidomos pushteti permanent, korrupton në mënyrë permanente. Se s'ka alternativ, se s'ka ku që kontrolon, s'ka. Këtu jemi, kjo është analiza e përgjithshme. Pastaj brenda kësaj lëvizin individ që mund quen dash, mund quen syqi, mund quen tjetër, i liri arbeni ka pak rëndësi. Këto janë kalimtar. Këto do të bëjnë, qofë se janë të qi, do bëjnë më shumë keqë. Qofë se janë të mirë, do bëjnë më pak keqë, se mirë nuk bëjnë dot në këtë lloj mekanizmi. Tashi populli është lodhë me këtë punë. Edhe është rebelu në një farë mënyrë. Kjo që është atje është një lloj rebelimi kjo. Sepse aty puqet njerëz që si del pensioni, ta thash që i kanë vu gjobën, që si kanë kthy pronën, që i kanë dënu fëmin, ku e di unë pa drejt, atje. Ato e mushin sheshin. E mushin dhe ato, jo pelikani, jo drejt ambientalisë, unë ku të gjej, ta mushin ato. Po s'ka mrit Shqipnia në atë fasë, që do ngrejt për zogjtë. Po pra se së ngrejt për gjëra tjera. Dhe që këtu e mbledh të gjithë, to halëgjit, atje dhe qisin dufin e vetë, dhe bën gjënë më të bukur që kanë bën njët vete. Se njët vetë deri të shi s'ka bëha si gjë. Paktën të shi për ngrejnë dorën, po i thonë, ore ju, nuk ju du më. Ka që po thonë, deri më sotë. Nesër do të shikojmë, qëfar do prodhojnë, a do jenë zot me prodhu politikë, ide politike, platformë politike, a jonë zot me pas ide shtetë formuse. Do t'i ka, s'ka kësa e shtet, unë deri të shi e shofë që jemi në fazën e dufit popullor, se ate nuk e mushin si që mendojnë disa, nuk e di se si e mendojnë se s'kam një gjunë një, ato 2000 vetë që janë tifosë, që janë fanë, dhe atyre 4-5 grupeve, që mund edhe mos jenë me njëri tjetër. Sheshin e mush qyteti i Tiranës, edhe kjo më gëzo mu, kur shof ato burë gru për krau, kur i shof me kalamoj për dore që po dalë. Mama këtu qyteti Tiranës, unë menoj që e mushin edhe
Kush? Shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Malitzi, shqiptarët e Maqedonisë kanë ardhur. Po ja, po tash a është e drejtë kjo? Që të ndërhyjë vetëvendosja me Albin Kurtin. Shqiptarët mirë se të vini të ndërhyjë në një çështje të mbrëmshme, a krijon kjo konflikte, një dash, edhe e dyta. Jam dakord me ty që ne nuk jemi në atë fazë, sepse ne kur flasim për ambientin, ne kemi shkatruar ambientin, ne kemi qitë jashtë përdorimit gjithë Bregdetit. Ne shqiptarët, as ka greku, as serbi, po shkosh ti se ti di më mirë se unë, se ti e ma men shumë mirë golemin, çfarë bukurie ka qenë, plus që ajo prodhoka ozoni me jodin, boka për shnetin shumë mirë. Kush e masakroi golemin? Një ato për që erdhën në fillim, shkuan ja, ke gabim. Mas e baksho. Golemi masakru, ky gjë sot, po mas mi jep me emra më shumë se di emra unë. U rrit mas me këta, u rrit gjithçka. Po filloi aty u prend pisha drejtën. Shumë pak. Shumë pak. Ikë shivi boj një foto aerore. Golemi unë shkatarru mas no, si gjithë Shqipëria. Ska, si tash jo bo masakër. Tash jo bo masakër. Masakër vazhdon e bëhet. Vazhdon pallat aty, një tmerr i vërtet. Tash problemin e kam këtu unë. Pra, ne jemi vetë, ne qytetarët, ti ke shku, dash me nërë shpi golem, ti ke toka këtu, ke shku me vun hujti? Ja. Po pra se ke qytetarin. Po so punë vetëm qytetarie, kjo punë qeverisje më rëbu. Po dakor për qeverisje, po ty ndërgjegja jote, nuk ka lejnë. Po lejnë, kur të më rrinke ndërgjegja ime, do ka lejnë 2 shekuj, ma bete këtë. Unë më të them tu, o me qeveri ka 13 vjetë, që po preti vi ndërgjegja atyne? Po jo, po to stimulojnë vetë. Tash ta kisha fjallin, ti ke problem me pronë, tash kjo protest. Ma po s'ka ma si problem, as me pronët, atë kuptimi, unë të si temë shëgjërore. Kur them ti, them si popull, ne kemi problem me pronët. Kemi problem më me pronën, që do t'a pagujmë atë ne. Po. Tash problemi është që kjo protest, unë pa dyshim protesta është ushtrim demokraci dhe është që e ma apë, si me thone, e zhvillot demokracinë. Por kjo protest, momenti kur filloi, u bo më i rëndësishëm se Hormuzi. Kanali Hormuzi ka përmendur. Po sigurisht, po më i rëndësishëm se Hormuzi, se Shqipnia ka fillu më u marë, siguro Trumpi ky i joni, me Hormuzin, me ç'na hyn punë Hormuzin. Lene me Hormuzin, se që bosin kotën Verhoqës. Po pra, dakord, Që folë këtë i prallën, heke në halët tona këtu. Po. Diri për zot halëve Shqipnisë, se ke 13 vjetat jem qeverit. Jo, u bo më i rëndësishëm se Hormuzi dhe nga bota flasë. Po dhe nga bota, re. U bo Zvorneci, edhe gjo e bukur, është shumë Zvorneci. Tash i problemi është, që theti, këto nuk e din ku shoh Pelikani me i për 3 qerekun e shumica, po, ajo. Tash i problemi është që, ore, kjo protest, a ka një kokë, ajo që theti, unë po du t'i bashkangjitet, a ka një filozofi politike, a ka një doktrin, a ka një program, a ka një ide? Po, ja më t'i themo, 3 ide që se unë praneshkoj, se këto më pëlqen. Një herë që këto janë rini, e parë. E dyta kanë dalë mbi partit, ose quhe anash partive, ose jashtë partive, a kjo gjërë, që i kanë identifiku dhe kundërshtarin, që kryeministri, po dhe i tjetri. Pa, se s'dilka, pa, edhe kjo gjëre, edhe gjë e mirë. E treta që për idet e veta kanë 30 ditat jem mes vapës, s'ka thyrë gjam. E vërtet. Pra, fshin dhe rrugën. Po pritë se pas ka ca element tu, që si kena pas politikë. E gjua ka qenë shumë e ashme, po që marrë gjua ti si po dole miting, nuk që do lexojnë miting por leluarin, po atë prapë me çama është mitingu më burr, po doli që më beta kot çfarë bën tjerët miting. Po ky që kryeministri jon ky e gdhi duke shat dynjon më burr. Që kryeministri s'ka nevojë ky me shat, mjafton të foli qetësisht. E ti pret që njonin që është atje 20 vjeç, 22 vjeç, të maj gojen, për që të maj? Po gjithëre, biles aji është një nga motivet e mitingu. Që njerëzit nxjerrin dufën e vetë, tregojnë sa janë. Plus që këto nxorën të thash Tiranën nga shtëpia. Nuk mendoj që ka dalë Tirana. Po pas ka dalë e gjitha, se kur dalë e gjitha që të rri, qeveria vetëme. Po do hikin me vrapër, që fërkot tjera. Do hikin, si që ka ndodhë dhe herë tjera. Ka ndodhë që i hikin. Adje.
Kështu që ajo që ka dalë, unë e shoh që është një pjesë e mirë, që se kam pa herë tjera, jam shumë i kënaq nga kjo punë, edhe kam shumë shpresë nga gjithë kjo lëvizje, do prodhohet një diçka e re, 6 prodhohet, po një frymë e re politike, njerëzit kanë thyer frygën, që është prodhuar një trajektore e re politike, që nuk e shef mos zgjidhen, jo ke ky kryeminist, po as ke ky kryetar opozite, edhe gjë e madhe kjo punë. Atje. Kanë ndërtu një raport edhe me këtë që thotë i ambientin, se ajo ambientalisë mund të jetë një komponent aty, po mbrenda asaj është një gjë shumë simpatike, që shqiptarët po ngrekan me mbrojt edhe zëjtë e vete. Se s'pas kanë drejt shqiptarët me mbrojt zëjtë, dhe du t'i gjujnë me lastike. Gjithjetër ne kemi gjujt me lastik. Pse që të bëhen një 2-3 zënjina, se nuk i dalin nga gjysmë miliardi që kanë, duhen me i bëhen 1 miliardi. Për këtë punë që e ka. A e ke pa në jerat vetë në ty se njerëzit diskutojnë. Qeshme tash isha. A pra. Po ka pronë atje private, ja pasha zotin që po të thamu një e para punës, që s'ka kurrë. Jam i bitë. Po kam Preda, po nuk ka mërti, se ajo është dunë, midis Dunë nuk ka, ti e di më mirë se të gjithë. E dyta, edhe në qoftë mërti. Edhe në qoftë. Edhe unë atë qeshin, para kine marrë partizanare, ka mund të bëj kull të shetim, të retuar. Që e kjo punë? Mos e ndërta mërë. Mos e rëso krim. Me gjithë dhe bota zhvillohet. Lene më se bota kështë zhvillim se to jam... Florida ka qenë gjithë kështu këneta po zhvillohet. Po Florida o pa fund, mërë. Florida o sa Italia. Ne ka që kene mërë burë. Që të me thonë kjo... Publicitetet dhe këthejemi. Në zemër të Korçës, një diamant i rradh shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike, apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalonte Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Ti thu të prodhoj gjotre, si do e prodhoj, sepse ka 2 rrugë. Këtë po të pys, tash këto kanë një politikë përjashtuese, t'hiki gjithë klasa politike. Por t'hiki. Po t'hiki, dakor, t'jam thonë t'hiki. Po si do e heqesh, se ka 2 rrugë tash. O me dhunë, jam dakor të bërë revolucion, rrethop, atë, o me dhunë, ose me rrugë parlamentare politike. Pra ti çdo gjë do të çosh prapë në parlament. Po më parlament do të çojnë dhe ato mërti. Po, kur thojnë të t'ikin gjithë dash. Po dakor, po ajo është një kërkesë mërti. Ajo është një projekcion politik. Ne, por shembull kjo ne do të parlamentin, do bëjmë në parlamentin me domosdoshmë gjona absurde që janë nonsens. Unë jam dakord ku ta gjesh ta bësh edhe me magjik. Herë deri më sot ato që kanë shkruajt ato janë nonsens, se 5 pika kanë shkruajt. Nesër mund të shkruajnë 10 edhe më të arsysh. Që i kanë shkrujt ato. Ska atje, aty thunë se del njënë e hypë majtë tribunës atje, e thotë ca budalli që ka jerë, pa ty flasin 20 vetë note. Ta kam fjallën të dashë rrugë që të zgjidhësh, se ka 2 rrugë, se ti oj njefti politikë. Marë nuk ka 2 rrugë. O dhunë, të njëve rrugë, o dhunë, ose zgjedhi, vot. Ta si ti të shkosh prap vot. Garantojë kështu si i morin prap të votat. Kush i merë? Këto. Asi ditë. Asi ditë, ja ke të pa. Kush? Ja këto do i marrin gjysmët. Shqipëria do i shkojnë mas mbrapa këtyne rinis vete. Ku rinia me të? Po më ja ato si që i shkojnë 90-ën. Po pse? Kur i shkojnë? 90-ën i shkojnë mbrapa rinis. Po se kush i shkojnë mbrapa më dash ti e di më mirë. Ti e di shumë mirë se ti 90-ën 91-ën. Zgjedhjet i morin 70 ca përqind i morin prapë Partia Socialiste. Po mas i veti, i 60, po pra, që ashtu do ndodhi. Ashtë mos e hapat 90, se 90 të di mirë nga e rrëma. Shiko. Ajo nuk ndodhë si 90. Pa pra, jenë komplet kontekst tjetër. Po jo kontekst tjetër je, po e di si thot Hegel, se ti je pak i leqitur. Thot ajo, historia përsëritet, formë spiralje me tendencë ka lartë. Kështu që ai moment që ka ndodhë atje, ripërsëritet, jo më të njëjtin nivel, se i nivel më lartë, dhe më thënë me kushte të reja, e drejshit tanë, por ama tendenca është kjo, që elementa asaj kohë janë këtu, faktorë tjerë janë këtu. Fund fare pozitive është si del rezultantja.
Brenda një lëvizje ka 3 faktorë negativ, 7 pozitiv, rezultantja del pozitive. Atje. Edhe ky është një faktor që do ta çaj pjesën e vet. Pse? Po se e ka pru komrë, e ka pru nevoja, e ka pru dëshpërimi qytetar, a është perfekt, hiqë fare. Hiqë, ja po ta themu. Kuptoti. Po gjithsesi po mundohen të organizohet, do t'i shohin, pse duhet me I paragjyku? Jo, më jo s'paragjykoj jo, po them këtë rruga don gjithë. Çfarë rruga? Ajo artikulimi tyne është preashtojmë gjithë parlamentin, gjithë qeverinë, gjithë ta morëm ne tranzitore. Si do e bosh? Tash ti si do e bosh këtë? Si do realizosh? Se politikën ti thujen bashkë, këto bashkë bëhen prapë nesër ta bëjmë blok. Po mund bëhen bashkë edhe këto ta thash, me rrugën pastaj edhe mund ta çajnë rrethimit. Pozitive, tendenca është pozitive. Elementet që ka pru janë pozitive. Ta thash, ore këtu kishte vdek politika, tu s'bësh më politikë. Ja. Ë? Ja. Këtu shante Berisha Ramën, Rama Berishën. Edhe I thote, po t'hiki unë do ju vikë. Ai tjetër I thotë, po s'qesh unë, nuk e mund njeri tjetër atë. Merë vese, kjo ishte gjithë politika Shqipërisë. Sa ka ide të reja, a ka mundësi të reja. Ore që pëndodh për qatë parlamenti për qao më da se ke qenë gjithë jetën, parlamenti kryohen projekt, diskutojnë projekt, diskutojnë ligje. Jo, unë ka kohë që si gjë aty një nivel rrugaqërie që është. Kjo është niveli, prandaj po them, tashi po hyn politika, këto e prun politika. Edhe në qofë sa ato atje, do të fillojnë me bë politikë të shi, me ndryshu ligjet, me diskutu, kush është perspektiva e Shqipërisë, do me thonë, me sens politik, e bëjnë nën presion në kësaj rrugë. Shepra se sa pozitive që ka kjo punë. Dhe unë prandaj kam shtat me gjithat e timen, unë nuk as afrohem për të folja atje, kuptoti, as identifikohem kështu, si me thonë, po si frym, si dëshirë, e kam që këto, ato që janë më të zotë midis tyre, do I nxjerrin ato. Dasha që Shqipëria ka nevojë për një lëvizje të fortë, për tunë themeli dhe kjo një farë mënyrë I tunin. Po, filloj të paktën. Po, unë jam dakord, por unë them nga historia jonë, nga kultura jonë, se ne bëjmë rotacion, por rota nuk lu, ne kemi një mundësi që ta nisa edhe me atë që kemi shkatëruar natyrën, që hym dhe përsëritë një gjithë kapin lugën, mushin çorbën. Po, inshallah, çiko deri më sot nuk besoj që ne si popull kemi lloj idealizmi, po lloj idealizmi nuk e kemi. Mund ta ketë një minorancë, mund ta ketë një. Po ja jo minorancë. Edhe të quajnë budalla po ta kesh. Edhe të quajnë budalla. Se ti je vet politika që vetë të quajnë. Më pa dakord, budalla më kanë qenë përderisa s'dhan votat. Ja japin lloj hajdutëve prostitutëve. Jo më që budalla për gjotjesë rrugë shtëpia në vetë. E ti edhe me vila. Kam qartu, nuk ka s'pan kohë. Jo, kuptimin thonjza, se... Po në thonjza unë po të them shof atje një perspektiv mirë për Shqipërinë. Shof dhe I pjesë rinis, I pjesë kanë studiu jashtë. Totje, kanë fëmijët e mi. Totje, që kur vinë Tiranë, kur vinë atje, vinë shkojnë demonstrate drejt të. Edhe kam shpresë që sigurisht fëmijët e mi janë më të mirë se unë. Më të kulturuar, po e po herë. Se kanë ka 20 vjetë në për Europë, kanë bërë shkolla tjera, s'kanë maru atje ka unë. Por, të thash, prandaj kam shpresë, a ka atje rrugat, që ka sa dush, shimë çdo demonstrat. Se pas kishe zbulu kërë ministri njëni që ishe dënu një 10 herë për hajdut gjepa që për... I legenda, me thonë, punë e madhe. Po kërë ministri ka gjysmë e drejtorëve janë burgere, ministrat, a I e prishka Shqipnine? Ha? A ka skenë më qesharake që kryeministri ka zbulu një demonstrues që ka hajdut, që pas ka raf grun. Po që thotë po ti ke gjysmë e qeverisë e ke burgë? Ja, korupcion. Çdo gjë ka pak që të hapë, shkon vjedh milionat. Çka kishe vjedh ai, kuptoti, Kishe thënë një 2 dynjana ne, çak. Pra ne po them ty, kështu që unë shoh shpresë ka ato. Ka aty të marrë, sa dush, ka rivista, sa dush, karrierista, sa dush. Ka provokues. A do ketë një spion, sa dush, po gjithnjë ka qenë me spion Shqipnia, po pse në 90-ën, sa spion kishim mrene, po I mori dalga. Qa thotë për spion? Dasha, këtu për të këtë se me kujtove me këtë, kryeministri e ka thonë, dhe vazhdimisht këtë kohë që do ta shifin se këtu janë forcat huaja. Tash, a ka interes
të shteteve tjera Sa për ta trazu këtë situatë, kur mendoj që jetojmë në një situatë. Ja, jetojmë në një situatë qetë, absolutisht, edhe me siguri mrena aty në ka agenta, ta thash, ka pas 19, ka pas 97, gjithë një ka pas. Agenta në Shqipëni, veni vogël jetë, do t'i nështërojsh tyre influencë. Kuptoti, po nuk është se i prish punë jo demonstrata Shqipërisë. Tu politikat qeveritare të jashtme, të mbrëndshme, të sigurisë, aleancat i ka përcaktu fatkeqësisht. Ky njeri, 13 vjetë, për para i tjetër, jo ato e pjaca, që kanë 2 javë, ato e përcaktokan influencat e huja e drejtës i tanë. E që shef ti për shah rreziku, se kjo kujtohet ama rreziku anglo-amerikanë, Enver Hoxhës, po jemi të u kthy në marrinat e asaj kohe. A ka atje në një hoxh, në një qalm, në një nga ato që kanë marrë në 5 lekë me pskare, ja po të themu. Se njëni kishte zbulu dhe i priftë, dhe i priftë. Po dhe prifti dhe hoxha janë qytetare, kanë drejt medalja ti. Po të thash tendencë kjo, po pse ato 50.000 vetë, Tiranë 100.000 vetë, po kush i ka pru Irani ato, Greku. Po thoti, njëni që doli ishte një nga Kosova, se ishim marrë flamur në UÇK-s ati, s'po duk tërmal bitës. A i tha, tu tha kam zbulu se kam folë, tha, edhe Gjermanët kanë dorë, na doli edhe Gjermanët, po i thashën inshallah kanë dorë Gjermanët. Inshallah kanë dorë Gjermanët, Austriakët. Sa të e kam bo Shqimin. Inshallah. Tëti e kuptot qa kjo, që kam rejnë aty në vemër ti ato, shiketi ato, zbullusës, shiket, për ditë aty i shopin e moj 3 doari të rritë. Ti zbulojnë, ti izolojnë ato që gjithë një ka pas, po nuk bëhet kjo tes politike. Ato kanë dalë se nuk duhet më këtë qeverinë, i ka arë majtë unit, të gjithë tjerat janë justifikime pas të për tjetë këtë. Se ti e njek Italin, probleme ka ku do në botë. Italia, për shumë, ka shku varfëria në 17%. Të shti, ku do në botë ka probleme. Sigurisht, ne gjithmoni kemi më të rona, se kemi qenë më të pazhvillum. Por, a do të vehet në Shina në i herë Shqipnia si shtetë që theti që ndër institucione, shtetë drejtës, sepse historikisht, fatkeqësisht armiqtë tonë kanë thonë, nuk e di sa e vërtet është, që ne jemi të pa aftë me bo shtetë. Edhe nështë edhe shumë pa drejt nuk është, e ka i farë drejt aty, s'na pëlqen me thonë, po ka një drejt. Historia ka të regu që ne... Dhe këto që e kanë qeverisë Shqipërit, praktikisht e kanë vërtetu këtë punë, e kanë certifiku. Se po t'ishin disa njerës që kishin dëshirë për shtetin shqiptare, për do kishin të vu ca tulla. Ta shi ma thujti mu, po meremi me këtë funit, se ma tjetër e marru ma 30 vjetë. Që ka bo ky për shtetin këto 13 vjetë? Ma thujti mu, që unë të vej gishin të them që... Institucionet kanë ra. Ka ra pra, po të që thoti? A i thot, parlamenti do me morë në hetim atje prokuria, këj thot, unë nuk e lëshoj këtë. Po pëse ti që i ke, shteti. Pas ta i thot, unë do ndërtoj atë, thot, po pëse do ndërtoj këtë? Pse ku sheti? Se ti kur ta vesh betojnë aty, e ke vu për 100 vjetë pakta. E ke vu dhe për tim birë, dhe për të të birë, kuptot, edhe për një pat tonë. Me që drejt e pas këti mërti? Që jeti? Shu bërë jo punë, pa pyt, pa bë, pa diskutim, pa gjo publike. Ja, duhet këtë jam dakord. Po që thotë, po që bë, po që një arrogancë të tjilë, pa fund. Florida o zhvillu, po nuk janë o zhvillu me barake, me gjonat vogla. Po nuk o zhvillu në këtë mënyrë, mas e jo Florida gjithonë atë. është bo gati në 200 vjetë mërë bu. Pa. Po ti si do me bo, ti në 10 vjetë do me bo, Florit, pa i ven geti më shumë. Edhe ty mund të bësh ti një rezort, po në rrallë parë do të kesh transparencë, do të procedurë. Po transparencë një, procedura, ti lejmë, kjo pjesa burokratike, po duhet kesh dhe një vizion mërti, një filozofi i zhvillimi. Po edhe i diskutim me grupet e interesit dhe me poplin aty. Ku do shkoj mërti, se i shof edhe na për televizion aty, se të qëtë, a i tullet aty, a i ka një hotel, 2 hotel, a i hotel G. A i do me pa paret e veta, dhonë si vefaj. Se si të kesh punu gjithë jetën me boj biznes, e del njëni kështu si puna i me thotë që, ore, so mirë kjo punë, sigurisht si zvemi.
Mi ba jo hotelgji, unë s'jam hotelgji. Po, edhe aje drama s'duhet jetë. Se ne jemi njerëz publik, kemi përgjegjësi publike, ne flasim në emër të gjithëve, gjës publike. Kjo është armja e Shqipërisë, kjo është perspektiva. Sa do zej të turizmi mrena GDP-së Shqipërisë. A i kena mundësit ne për ta majtë në kam këtë lloj industria. A do t'jetë ky motori i zhvillimit, apo do t'kemi dhe motor tjetër? Ka të bënë burrat e shtetit, nuk e golem isha dje, golem isha, për dje. Mu para si quhet ajo hoteli. Nuk ka rëndësi për njerëz. Kisha ardhur një, po e them emrin se mos i fut në bela njerëz ta them brava. Edhe kisha më ka thënë shife, tha erdhi vuni këtu çadër dhe bardha me ka 20.000 lekë dita, jo të mia dhe zguxon njëri se ka ato të fortë. Çdo më thonë fort. Po shteti, më ko shteti. Po pra, do më thonë që s'ka polic. Po pra. Po pra që sepse ai e ka blerë shtetin e ka. Po mi më pse ti që s'paske, unë që s'kem, s'paskemi drejtën e më u fut më rond, në rond. Ora u të them, këtu s'ka ngel më asnjë shesh leje se ç'thon publike. Po që thonë të që do t'i vejnë dhe këto bashkiti far pagese publike. Po sa më publike. Po sa më publike. Pare, ore ta lejmë atë, si më thonë, dhërmion, se që ka për. Atje ka qenë një, që shkoj unë për herë, ka qenë ja 100 metra, pastaj u bë 50 metra, pastaj u bë 30 metra, shkova këtë rallë gjeta 10 metra. Që s'ka më asë gjë publike atje. Po e lejmë se ky që ka një ekskluzivitet ti që do më shkoj. Po jo po ta them ti që jetu në Florida. Florida plazh jo publik, hoteli mund të jetë këtu plazh jo publik, nuk ndalon njeriu me mostrinë. Në të gjithë Europën nëse vjet par vjet që me gjithë kalamaj i ra me autobus, bëhet familje që na lën kanën kanë. Pa. Ku bëhet festivali. Na lën makinë aty, del atje, ulesh në rand ka publike gjithë më kanë. Gjithë më kanë. Dashë se ç'a thotë? A kisha me ta pyet. Greqia është e gjithë publike. Është e gjithë. Këto thonë ne nuk shfrytëzojmë plazhin vetëm 20%, po pse sa do më shfrytëzoj ti? Po Greqia di sa e ka, 3% e ka. Plazhe. Pa ato ishte, çka si gjë, do të shtëpia kupton ka. Si do bëka gjitha hotel do bë. Ja ku Italia më. Nona turizmit në Europë, 86 milion këtë vit. Hike shive, ku ka gjysma është e pandërtre që rego e pandërtu në heq me kilometra, ti do me bë beton gjithë, se të të kënë raca pare në dorë. Plazho golemi? Po plazho... Ora u të them, ndërtojt me kriterë, ndërtojt me bë mire, me zhvillu vëndin, jo me pastëru paret. Po pastëroj dhe pare më se ka bo mafja, ka bo gjona bugra në Amerikë mërë ti e di shumë mirë, mafja miralitë në bo gjona bugra. Mafja nuk e ve para Amerikën, as Anglinë. Ja, neve në ve pare. Ky pra projekcioni politik, ditën që ta kontrollojnë ato pare, parlament, qeveri, edhe koha të rego, sa herë hapet i letër dalin me 10 njerëz, biznesit, të ekonomisë, nuk i shetë so kjo punën që kjo është Europa. Se kryeministri tha, unë ky problem që ajo që thatë ju dhe kjo është e vërtetë edhe Kozokut, Duma, Bregdeti, Pylli, Lumi, lagunat kanë qenë gjithmonë pronë e shtetit. Nuk ka pas pronë privat. Tashi aty po na dalin që pas ka dhe komunitet grek. Në Zvarnet. Tashi në një kohë që ky o kryeministër sot, këto janë bo për para, dhe më thonë, me gjykata, me drejt që kanë morë ato si që është aji, i kanë morë ato me 7501, i kanë me liqë të shi. Ky thot, që ti bojën të shi? Jo, që ti bojë ky, se ky e shtra sigur. Që ti bojën? Jerë ky puna pari, jerë ti mas ndërtot, dhe këtë e kam dorë ky, se ka ato. E dyta qoj ato njerëzit tuja, dje inspektore, drejtësia, gjitha i gatë. Tiri shofën ato letër. Komision e pronave kjo e ka, Ministri e Drejtësisë kjo e ka, Ministri e Financave kjo e ka, Kontroll në shtetit kjo e ka. Morë edhe prokurori gjykat që i ka kjo. Hike shifin, qofës ato janë letrat vjedhme, ktheja aty në gjykon pas, ktheja shtetit shqiptar. Po let njofën marrë dhe me vendime gjyqësore. Apeloje, boje atje, qërë dhe me thonë kjo punë. Lije puna parë mos ndërton njerë, bi pronë pa lishme, këpto? Po të thësh, nuk mërë me këtë, pëse mund të ketë pronë të lishme. Qa dush? Dhe konë drejt dhe ato të ndërtojnë. Po veku e dion të që vetë kondicionet tjera ndërtimi,
mos presto gjë publike. Nuk mund të bësh, po ja po marrim fjalë vete, ma me ato rrugë të bardha aty, zbritshim me ne gjithkaje. Pse zeka detin, me cilin ligj zën detin. Mirë se plazhin, po detin e kuptoti, e pas kanë pronë private. Po që do më thonë me i grush pasanike së të me vilja, po e ka pa që shëmtira, kur fut kokën atje, kur zbritshim nga llogaraja, shifshim një mrekulli të shi shofim, kanë termë, më kujtohet Josif Pashko. Kujtohet si shëmtirë, si ashtu, mamen të ndërmarrin e Josif Pashko, kujtohet një ajo duke. Para fabrikatit. Për që është ka punë, me shkatarru për që vete me bë biznes, sa me fitu pare. Atje disa i grushnjare, pa prej për atë që i qikë, me ligjë me re, po se ka shkatarru kë, po ja ve, po e kulmën dhe e që si sukses, edhe thot, si po më shani, ju duhet më lavderoni, si që po bojën, si që po boti mërë, që po boti, se bogën tjere. Pa atere merë dhe këtë lullishtën tu, drejgjën, që jo, parkën rinia, bojë më cool, se dele bugur, thërit në arkitekt hollandes, ta bo ka që rejtë. Hapsirat, i kemi bo masak. Gjdo gjo, po pse, ndërtima kjo, mrapa stadiumit dhe të 10 palate, atje, po ishe park atje. Ka dalë në rrugët mërqeti. Qa thoti, po s'karën si që ka qeti meti i sojën gjithë, kupta. Ore shteti jo që i regullo, që i vend disiplinë. Biznesmenët me fitu pare dune, gjithë botë. E drejt, shteti është shteti pra duhet i dali për zot, shteti do më dali dhe mu, që s'ka ma si gjo, që jo më thjesht një roktar, do mbroj dhe morë, do mbroj pëllin dhe për mu, do mbroj lumi dhe për mu. Kuptoti, si dhe mbroj këti, vetëm ato që të fitojnë ca njerëse, kuptoti, shkatarrohet si ngell mo gjo Shqipnis, qa e hik, mërë legët. Shu që unë jam për demonstratën, ta thash, ka këthy frym në demokraci, demokracia mbrojët për ditër, se nuk ose u bon 90, pra ne s'kemi demokraci. E thëjnë edhe Amerikanë. Demokracia mbrojët për ditë. Permanently exercise, do të ushtrohet çdo ditë. Shu që këto po bëjnë një ushtrim ma demokracisë, që se kanë bë. Kanë hapi rrugë të re, janë moshe re, kuptoti, kanë ngrej tema që deri dje u qyshin luks për Shqipninë, kuptoti? Se maj me një fjalim të dramës aty, se gjithnjë për këshu nuk është palafe. Tha se këtu thë jetojmë në i vend kur erën 13, dhe që bugurin tha e qujnë luks, se në fakt buguria nuk o luks, o komponent shpirtëror njëri jo. O ndjesia për të ndjej mirë, dhe nuk ka pse në kam vetëm pasur. Të shi ky, atëherë e thote ky, sa bugur, ky që e ka buguria s'jega, po pse buguria që e ka vetëm për disa? Pas kanë drejt shqiptarët tjerë, kënë drejt kalamojt ton, nipat ton, me pa dhe ato pelikan, me pa dhe ato, po e zemë, se po morë ato zoj Flamengo, pse do me i bo kjo kula, edhe ju quka e pa drejt kjo punë, që po na prishin Flamengo, thot, miljardat, po kur i nëmërojnë ato miljard, 4 miljard, thot njoni, 6, thot tjetë, ku janë e rekotë? Kote se për këtë punë e lekve publike, e kom zanot, thënë paka shumë, nuk mund të rejnë ato karocierët e rrugës, po jo gjithë shqiptarët, ku janë më? Ku janë ato 2 miljard e dursit, që do hikesh porti, do vinë 2 miljard e do bëjnë shumë. 700 milion ka fut bugjeti shtetit për portin e ri. 17 do t'i duen, e në 1 miljard tjere, 1.7, edhe s'kam për ta bot dot. Ku hikën të pare, ku shfitoj nga këto lekë? Një masanek, pse na dilkan gjithë një, ka Dubai, ka Kuwait, ka këto. Më Shqipni më burë, po nuk dilka jeri Austriak Shqipëria, një Zvicerian, një Gjerman me ndërtue. Po këto s'kan detë, mërë, këto s'kan djelë. Pse vikën ato djelën e kanë me e shqitë botës. Detë kanë sa të dush. Atje, vikën me i bë këtu. Ke vrani e menën ti, u e vrasë. Jesë shku menja, kështë shku menja. Unë shko vazhdimisht. Adje, pse? Ke drejt. Pra, që nuk keni dyshim ti që këtu, gjërojnë legë, bëjnë legë, pa ne vitë. Po gjërojnë, më përbojnë gjonat buke, le gjërojnë. Po janë mërti, se pëti shokë. Le gjërojnë, o dasha, le gjërojnë se bota një gjotë. Ta thash dhe jo, bota nuk o ideale. Po, bota s'o ideale, po ta thash dhe punë e gjërimit. Erdhë një, kishim një ekspert angles të artu. Të shë, kishim pishe i fëmën e 30 vje për para. E tha, kjo krimi shqiptar, gjëronja 4 miljard në vitë, të dash. 2 i thosh, se s'ma amenja 4.
Po pse 2, thot, duken pak ka 10 vjetë kjo punë. A i Sidi Londrës, thot, gjero vit për vit, thot, një 1.000 miliard. 1.000 miliard. Po nuk i bën gjë, thot, Anglisë, se nuk prishin sistemi politik. Këtu jam dakord. Se atje, thot, gjerojnë vit për vit, 20.000, 30.000 miliard lëvizin atje. Kuptote, ja. Po juve, thot, me 2 miliard ju blenë komplet. Po, kjo është. Edhe kjo, dhe prandaj, po kjo, po kësajt prej trema, po kjo, po ndodhër. Po ndodhë. Pa edhe këtu në themi si a i gomari që thote, po e hajde, a i Luani Ujku, a i thote i zot bëj andër. Shumë që bëj andër, kjo është realitet. Prandaj të thash, jam ato quat e ri, gjitha ne për nuk i vlojnë cënë sistemi politike. As nuk e deformon. Edhe në Itali që thuti mafja vërtet, po shteti në luft me mafja. Herë fito shteti, herë fito mafja. Po më luft. Po këtu shteti ortak. Shteti, qeverisi ato gjithë se shtetë s'ka këtu. Prandaj, jam ato qumat e ri, gocat e reja, inshallah doja dalin, para i sa kam fuqi, kaq kam fuqi o në gojën se s'kam gjo tjetër. Do t'ja jap, ja kam dhënat e mbështetjen time, shpresoj që nga kjo punë, dali gjë e mirë, për gjithë shqiptarët. Po mirë, për ta myll me njeri që ti e njeh shumë mirë, ne kemi pasillë Lymalla. Edhe për të ardhur ajo që historikisht kemi qenë të aftë. Po mirë më dash, ne mill mis, si ta Lymalla, me mill mis doni bukë bardhje, panine. Ja. Mill misri. Po mill misri, po të parkë bukë misri. S'po i themi ne, po pse këto që... S'po i themi me bo frangjolla. Po pse këto që... Që janë to që na qeverisin sot në Khorasan? Po që thotë? Të thotë, të e markesin. Dashë,